ua thash, flasim për programin e specialistëve Fulbright. Në studio kam dy zonja fantastike, është me mua Nora Nimani Musa, koordinatore programit. Nora, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe Edona Kryeziu, është, më duhen ja 2-3 minuta për t'ja thënë sigurisht titullin komplet. Ekspertët për analizën dhe identifikimin e substancave narkotike në divizionin për ekspertë narkotikëve në Agjencinë e Kosovës për Forenzik. Pa tjetër një pozitë me shumë interes edhe Edona si uroj mirëseardhje në studio. Faleminderit për ftesën. Punë ndihshme, pa tjetër, dhe do të kemi kujdes gjatë kësaj interviste që mos prekim aty ku nuk ta takon, por të flasim për programin. Më thuaj, Nora, është një përvojë e bukur tashmë me Fulbrightin, edhe si vjetë e keni realizuar me sukses, kur nisi, si u mendua, që është fillimterës? Edhe njerë faleminderit shumë për ftesën. Që na jepni dhe hapësirën çdo herë për me promovu programet e Fulbrightit, të cilat janë programe të Departamentit të Shtetit Amerikan, mirë po që financohen edhe prej qeverisë të Kosovës. Për momentin është jo hapur programi Fulbright Specialist, po ashtu edhe programi për master, për studime master në Amerikë, edhe dje është hapur edhe një program tjetër, Humphrey. Kështu që këto janë gjitha programet të shkëmbimit arsimor, të cilat zhvillohen përmes, do me thonë, bashkëpunim të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Programi Fulbright Specialist do t'jeti hapur deri me 20 korrik dhe është një program fantastik ku të gjitha institucionet kosovare, do të thotë organizatat jo qeveritare, institucionet qeveritare, pastaj institucionet e kulturore, të gjitha mundën me institucionet e shëndetit publik, mund me apliku me një projekt për çfarë do nevoje që ata kanë dhe për një projekt që me kozgjatje prej 2 deri në 6 javë, me ardhur një specialist prej Amerikës edhe me ju ndihmu në implementimin e projektit. Do me thënë bëhet kështu, konkurohet, aplikohet në një farë forme me programin në mënyrë që specialisti nga Shtetet e Bashkuara pastaj të përzgjidhet nga departamenti atje dhe të vinë në Kosovë për të mbajtur trajnimin. Do të thotë specialisti çdo herë përzgjedhja bëhet në bashkëpunim me institucionin në Kosovë. Do të thotë World Learning, që është një organizatë në Amerikë që e bën implementimin e programit. Dakor, kush kanë përparësi, cilat programe me që jemi këtu? Janë fushat e caktume, janë rreth 24 fusha, mirë po çdo herë mundën, nuk do të thotë që vetëm ato fusha janë. Çka do që vetëm nuk është mirë që specialisti që vjen këtu në Kosovë me pas kontakt ndoshta me pacientin direkt, ndërsa programe tjera, projekte të gjitha janë të mirëseardhura. Pastaj është bordi, që është bordi i shkëmbimit arsimor, SHBA dhe Kosovë, i cili përzgjedh pastaj projektet edhe mandje ato implementohen. Dhe në këtë rast, për shembull, si me thonë, Agjencia e Kosovës për Forenzik ka konkuruar, ka aplikuar për atë se çfarë i ka interesuar agjencisë dhe ka marrë specialistin nga jashtë. Po, ashtu është. Edona, në këtë rast, do na njoh më gjerësisht me gjithë përmbajtjen e saj. Si shkoi kjo procedura? Edhe njëherë faleminderit për ftesën. Agjencia e Kosovës për Forenzik, divizioni për analiza kimike të narkotikëve, ka përfituar nga programi Fulbright një trajnim të specializuar për analiza kuantitative për substanca narkotike. Trajnimi ka filluar me 26 gusht dhe ka përfunduar me 6 shtator, do të thonë të vitit të kaluar. Po, për vitin e kaluar dhe përafërsisht ka zgjatur 2 javë. Kështu trajnimi, do të thonë, është udhëhequr nga një eksperte amerikane, do të thonë eksperte e fushës, ku është fokusuar më shumë në analizat, është fokusuar, do të thonë, në marrjen e mostrës dhe analizat në analizimin e substancave, në analiza kuantitative. Qëllimi i këtij trajnimi ishte për avancimin e njohurive tona mbi praktikën laboratorike me identifikimin e substancave, do të thonë analiza sasijore, ku ka një rol shumë të rëndësishëm, do të thonë, edhe në sistemin e drejtësisë. Patjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë roli ka Agjencia e Kosovës për Forenzik dhe se sa punë natyrisht voluminoze bën. Cila është
përvoja që ju vërtet e morët nga specialistët që erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Çka ju ndihmoi dhe cilat janë rezultatet që i pat më njëherë pas përfundimit të trajnimit? Po, patjetër. Sepse do duhej të kishit marrë patjetër njohuri shtesë. Po, do të thonë si thash edhe pak më herët, do të thonë qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi i njohurive tona mbi praktikën laboratorike që ne, do të thonë, e bëjmë në laborator. Për njohurit dhe identifikimin sasior të substancave narkotike. Po, sepse laboratorja i analizave kimike, dhe më thonë, bën analizën kualitative të substancave, dhe më thonë, narkotike, të cilat tregojnë identifikimin e sakt se çfarë substanca narkotike është. Ndërsa gjatë këtij trajnimi ne kemi fituar njohuri, dhe më thonë, për analizën kuantitative, ku tregon sakt sasin në përqindje, dhe më thonë se çfarë përzierës ka substanca narkotike. Mostrat, dhe më thonë, e vend të ngjarjes të cilat vinë tek ne për të analizuar. Analizën kuantitative. Po, kuantitative, dhe më thonë, kemi marrë të trajnim për analizën kuantitative ku tregon, dhe më thonë, sakt sasin në përqindje se sa ka përzierës, dhe më thonë, në ato mostrat të vendit të ngjarjes, të cilat vinë tek ne për të analizuar. Dakor, sa ekspert të agjensisë u mobilizuar me këto njohuri shtesë? Keni një numër caktuar, keni njerëz që përzgjidhni për të dërguar në këtë trajnim, si bëhet? Tregoma pak. Po, do të thonë ne si divizion i analizave kimike të narkotikëve jemi 4 ekspert dhe do të thonë kemi shefin dhe drejtorin. Dhe më thonë, kemi qenë 4 ekspert kemi qenë, kemi ndjekur trajnimin, po ashtu drejtori dhe shefi. Edhe që është një përvojë e bukur, një përvojë interesante, një përvojë cilësore përfundimisht në punën tuaj të përditshme. Dhe përballeni për çdo ditë me këtë punë. Për ditë. Unë e di që jeni e kufizuar në dhënien e informacionit, por ajo që mund të thuhet patjetër është që Kosova, ndryshe nga e kaluara në vitet e fundit, po përballet me këtë rrezikun e përditshëm kanosjen, si më thënë, edhe ngulfatjen nga substancat narkotike që lehtësisht mund të gjenden edhe në afërsi të shkollave për fatin tonë të keq, edhe lehtësisht mund të gjenden sot në treg. Është vërtet. Çfarë shoqërie po bëhemi në vijimsi në këto vite që po vinë, sipas agjensisë gjithmonë? Fatkeqësisht çdo ditë më shumë ka rritje të numrit të rasteve, nuk është as pak mirë, po së bashku me drejtsinë edhe ne si agjencion po luftojmë krimin, asa po mundemi, se definitivisht kemi shumë raste. E kuptojmë, edhe janë të ndihshme gjithsecila prej tyre. Nora, shumë programe vinë tek Fulbrighti. Cilat mendoni që duhet i kaloni? Cilat kritere që ato që konkurrojnë i plotësojnë edhe që duhet kalojnë patjetër? Cilat janë me interes? Do të thotë për çdo vit jipen rreth 12. Për posa tyre shkollore që ne i diskutojmë në fushën e arsimit gjithmonë. Do të thotë për çdo vit jipen rreth 12 projekte Fulbright Specialist, edhe një prej kritereve do të thotë është që institucioni Nikoqir duhet me po bashkë financim të projektit, është diçka simbolike, do të e mbulojnë ushqimin, fjetjen edhe një transportin publik në Kosovë. Do të nuk është një shumë e madhe, po që diçka duhet me... Për specialistin që vjen nga jashtë. Për specialistin që vjen. Do të nëse rrinë minimumi duhet me qenë 2 javë, ndërsa maksimumi 6 javë. Edhe do të kjo është një prej kushteve që duhet me plotësu. Normalisht që nuk do të që ata duhet paraprakisht do të institucionet me pas një specialist në mendje kur të aplikojnë. Mund dhe vetëm me shkru projekt propozimi që është një aplikacion shumë i thjesht me mbush online. Edhe mandi, si që tash më herët, World Learning, që është në Amerikë, e bën selektimin, e bën rekrutimin e specialistëve atje në Amerikë, edhe mandi ja dërgojnë 3-4 CV-a, institucionit Nikoqir pasi që të përzgjedhet, normalisht, edhe mandi ata e bëjnë përzgjedhjen e një prej atyre. Aplikacioni është diçka shumë i thjesht, për me mbush, shumë simbolike, ndërsa impakti është shumë i madh. Kjo është e bukur. Do të thotë ata vinë në jemi një vend i ri, me një arsim jo shumë të zhvillum fatkeqësisht,
Edhe ata Dhe janë... çdo vinë të tjerë, nuk vinë të njëjtit në program. Jo, do të ata... Dhe ju keni të drejtë të kërkoni disa apo njëri nga specialistë? Një. Se cili projekt, se cili institucion e merë një specialist. Edhe ata janë persona të gjithë me një zhvillim të lartë profesional, janë profesor. Do të ata të gjithë janë në një database, të cilën e ka ajo World Learning, edhe mandia të bëhet rekrutimi brendshëm, ata vetë se janë pjesë e databazës. Mirë po edhe nëse dikush nuk është pjesë e databazës, mundet me u bo, ai nështrohet procedurave dhe bëhet. Do të këta janë persona që janë, që që kam pas rastin edhe agjencia forenzikës, janë persona të cilët kanë eksperiencë shumë të gjatë në punën që e bojnë, edhe mandi vinë këtu e ndajnë atë përvoj. Ata që ndrojnë 8 orë në ditë me institucionin, bojnë trajnime, bojnë workshope, mandi dalin bojnë vizita studimore, bojnë vlerësime të projekteve. Do të thëtë qka do që ne kemi pas projekte do të thëtë të fakulteteve, të universiteteve, të cilët kam po ndryshime në ndështë në strategjit e tyre, ndështë në rishikim të plan programit, silabusi, qka do që është lidh me arsimin. Kemi pas projekte të cilat janë implementu pri organizatave kulturore, edhe ata kam pas projekte të ndryshme të cilët i kanë rishikun të strategjit e tyre. Do të qka do që ka nevoj një institucion, nuk po thëmë kjo është pak silon pa Aladinit, qka do që ka nevoj, po ata vjen specialisti edhe ju mundëson zhvillimin në atë fushë, dhe qka është ma e bukra është që të gjithë e vazhdojnë pastaj komunikimin, so arë që ka nevoj. Ja tani po dalim, pikërisht edhe do ta pyes e donën të kjo, se patjetër Amerika, specialistja që vjen nga atje është një vend ku krimi është pjesë e përditshmërisë dhe janë me qindra mira raste. Ne, si një vend i vogël, megjithatë, krahasuar dhe me numrin e banorëve dhe krahasuar me zhvillimet e fundit si një vend që tashmë u bën disa vite që kemi dalë nga lufta, por megjithatë rrezikojmë të bëhemi një shoqëri jo fort ashtu si që kemi, si që do zemra në të ardhmen. Ndodhin raste, sado që edhe të izoluara, por po ndodhin. Qëfar tha ekspertja konkretisht dhe qëfar pritet nga ajo? Do t'ju marrë juve në Amerikë për të parë se si funksionon edhe atje? Kështu, ekspertja ka qenë shumë e mirë, kemi kalu tepër mirë, ka qenë shumë profesionaliste dhe kemi mësuar shumë nga ajo. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me ekspertën. Kishte ardha ajo edhe herë të tjera në Kosovë apo jo? Ishte hera e parë, po dhe i pëlqeu shumë, po. Kemi bërë dhe shëtitje, kështu dhe studime dhe jashtë laboratorit, i pëlqeu shumë, kishte dëshirë prapë të vinte. Dhe kështu që me shku ne në Amerikë nuk e di, do t'ishte mundësi shumë e mirë se jo. Nora në tregon se këta dërgojnë edhe njerëz. Po, do t'ishte mundësi shumë e mirë se jo. Mirë po, besoj që kemi me apliku prapë dhe besoj që ndoshta ajo do të vi prapë ose ndonjë ekspert tjetër dhe pse jo të vazhdojmë dhe të mbajmë të vazhdojmë trajnimin më të specializuar. Ju sigurisht e ndjeni vetëm dukshëm më të përgatitur se sa keni qenë përmes këtij trajnimit, domethënë ka qenë një ndihmë shumë e madhe që ka ardhur komplet për agjencinë. Nevojat rriten për çdo ditë. Është vërtet. Ju përballeni me ndodhi të ndryshme gjatë çdo dite dhe pa diskutim që nevojat gjithmonë rriten. Edhe programet kam përshtypjen që duhet përpilohen në atë formë që ta forsoni dukshëm më tepër agjencinë, edhe juve ekspertë në mënyrë veçantë. Do të jemi gjithmonë një hap para të përgatitemi, të kemi trajnime sa më të avancuara, sepse definitivisht kemi shumë... A do të bëhet ndoshta edhe një zinxhir i specialistëve, jo vetëm në agjencinë e forenzikës, por edhe policia dhe njerëzit të tjerë të cilët ruajnë, mbajnë rendin dhe qetësinë publike, që të mbani ndoshta një program ose të krijoni diçka për të përfituar nga Fulbright edhe për një trajnim të radhës. Po patjetër, ne vetëm se jemi një zinxhir me policinë e Kosovës, po pse jo... Edhe në aspektin e trajnimeve, se e di që funksiononi mirë se për e jemi, dhe më thonë, edhe me trajnime, jemi së bashku, dhe më thonë, na bjen me ndjekë dhe trajnime së bashku me policinë e Kosovës, pse jo, dhe më thonë, e së bashku e luftojmë krimin. A ka më mirë se sa kaq kur je në, si me thonë, ballafaqim direkt me krimin për çdo ditë, dhe kur e din që jep kontributin tënd, gjithmonë me specializime që merr nga jashtë, në vendet të cilat e bëjnë shumë mirë këtë punë, apo jo?
Nora? Sakt, edhe unë atë thash, për një vend që është si Amerika me fakultete, me universitete të jashtëzakonshme, më të mira ato në botë, dhe ata vinë me shërbime, me agjensitë, po janë me institucione shumë të zhvillume, me përvoja, ata vinë edhe ndajnë përvojën e tyre. Me të vërtet kanë ardhur dhe kanë bërë ndryshime shumë të mëdha në secilin institucion që kanë shku. Kemi pas specialist në bibliotekën e Kosovës, cilë me të vërtet e ka ndru krejt sistemin, qysh ka punu biblioteka. Edhe qka është tash ma e mira është që vazhdojnë bashkëpunimin, nështë ajo edhe me shku pa tjetër në Ameriku se marë prapë në Kosovë, po këta mujnë gjdo herë me komuniku me e-maila, sarë që ka nevoj me bajt edhe takime online, kështu që i vazhdojnë ajë bashkëpunime. Qëfar ta ekspertja? Kam shumë interes të di, me qënë se ishte hera e saj e parë në Kosovë dhe u balafaqua me juve dhe me situatën. Për Amerikës ka një dalim me këtë vendin tonë të vogël, por kam interes të di se qëfar tha. Ekspertës të tregova, i pëlqeu shumë. Për pos kësaj, po në punën që ju e bëni? Në Morëm situatën e sigurisë në vend, që është kërësishme. Morëm lavdata ne si ekspert, si agjencion, morëm lavdata për punën dhe për angazhimin, për procedura, për metodat që ne i zhvillojmë. Sepse ne jemi që nga themelimi ambasada amerikane, Amerikanë neve nga kanë ndihmu shumë si agjencion, që nga themelimi kemi ndihmesën e tyre, dhe kështu që me procedura dhe me metoda, me instrumente nuk jemi largë nga Amerika, kështu që i pëlqeu i bëri përshtypje, puna, procedurat dhe gjithë shka mrenda që zhvillojnë në laborator i bëri shumë përshtypje. Keni nevoj për instrumenta shtesë, keni nevoj për kuadro shtesë, keni nevoj për profesionistë të tjerë shtesë që ta bëni punën edhe më të mirë? Po, gjithmonë kemi nevoja të tilla, mirë po me kohën besoj që do të realizohen. Besoj shumë. Edhe kur ke një përkraje nga Fulbright, besoj që letësohen pastaj edhe procedurat. Pa tjetër që po, edhe ajo ekspertja që ka ardhë, me thonë, Su ka qenë. Po, Su. Edhe ajo ka ardhë të direkt prej një institucioni që ka qenë i ngjajshëm me agjencionin e forenzikës. Dhe të ajo ka qenë personi më adekuat, të cilin vetë agjencioni e ka përzgjedh. Ne ju kemi dërgu disa CV-ja të disa ekspertve, edhe ma ndi këta vete kam përzgjedhat ekspertën që ka ardhë dhe e kanë implementu projektin për gjatë të 2 javëve. Kam pas mundësi me e bo 6 javë, mirë po kam vendosë që me qenë 2 javë. Pas programin, po sigurisht. Besoj që do të aplikojnë edhe herave të tjera për të tjera trajnime që gjithsesi i shërbejnë Agjencisë Kosovës për Forenzik, aq më tepër në vitet që vijnë që normal, kur herë nuk je i mbrojtur nga krimi, çdo herë ballafaqohesh me të, por kur ke ekspert përgatitur çdo herë është më lehtë. Për ndryshëm, një student të ndryshëm që kanë shkuar dhe kanë përcjell programet e Fulbright në përbotë. Po shoh në internet që po kanë edhe finalizimet e punës së tyre, kjo gjenerata e fundit që shkoi? Po. Do të programet e Fulbrightit, si që thash edhe ma herët janë një numër i programeve, është për studime master, që është një program shumë i mirë për student, të cilët vendosin me shku edhe me i vazhdu studimet master në Amerikë për 1 ose 2 vite. Edhe ajtë, pra është programi hapur për momentin, edhe kolegja me Gresa mundet me fol pak ma shumë për atë program. Edhe ajo është një program shumë i mirë, është burse plotët, të gjitha mbullohen. Kemi student që kanë shku në për universitetet të ndryshme, në për vendet të ndryshme të Amerikës, ma ndijon këthy, edhe atë përvojën e vetë po e ndajnë këto në Kosovë. Cili është kushti, Nora, i atyre që shkojnë, përfitojnë nga Fulbright dhe kthehen pastaj në Kosovë? Ka ndonjë kusht apo s'kan pastaj? Nuk ka obligim që të punojnë pastaj për një program caktuar? Kushti vetëm është me u kthy në Kosovë edhe është obligim moral. Me u kthy në Kosovë edhe mandej me dhonat përvojën që kanë fituar atje me këto, të gjithë studentët kthehen me të vërtet hapin bizneset e tyre apo punojnë punë të mrekullueshme bojnë mandej, është një përvojë shumë e mirë. Mandej kemi edhe programet për profesorë, cilët tash në ditët në vijim besoj që do të hapen. Është programi Fulbright Visiting Scholar edhe Faculty Development, që 2 programe për profesor më junior dhe profesor më të vjetër edhe më të ri, pra.
është edhe programi Humphrey, që është për shërbys të institucioneve publike, të organizatave jo qeveritare, po është një program që zgjahet një vit, është një gërshetim i pjesës akademike edhe profesionale, po edhe ajo është një program shumë i mirë, cilin e do në A keni pranu dhe tash aplikime? Po kam fillu, Veca ka fillu. Dje, me sa di është hapë. Dhe do zgjas deri në korrik? Do të thëtë disa muj, pra, edhe për ato vjen, do të vim herën tjetër të flasim, se sot djemë... Leveti për herën tjetër, mos të i konfuzojmë, pra, shikus. Por e letë qasja, edhe në faqet tuaja zyrtare mund të marrë informacion. Të gjitha informatat janë normalisht që ambasada e Amerikës në Kosovë është ajo, si me thonë, faqja zyrtare të gjitha projekteve, është pjesa e edukimit, aty janë të gjitha programet e shkëmbimit arsimor të listume. Mandje kemi edhe faqen e United States Kosovo Educational Exchange Board, edhe aty, normalisht në Facebook, ne vendosim gjitha informatat gjatë gjithë kohës, me qenë se më shumë jemi në rrjetet sociale dhe i shojmë ato në kohë më reale. I kemi në dorës me në informacionin. Bukur. Zonja Kryeziu, po drejtohem kështu me qenë, jam totalisht ndërgjegjshme për ndjeshmërinë e informacionit që mund të jepni, por pa diskutim do duhet të ndalemi, ndoshta në fund të kësaj bisede, edhe të fokusohemi tek ndjesit që i kemi dhe si qytetar, ku do të jemi, ose ku do të qojmë fokusin në të ardhmen e afërt sa i përket aspektit të sigurisë. Me qenë se ju përballeni për çdo ditë me këto, me lëndët narkotike, me krimin, me ajo se çfarë ndodh në agjensi, e dini veç ju e di që ka punë voluminoze që bërë aty. Po. Vendi ynë nga çka kërcënohet pak më tepër në aspektin e sigurisë? Fatkeqësisht, si që përmenda dhe më herët, kemi shumë raste. Domethënë edhe preken moshat të reja, domethënë shkollat, këto gjenerata e shkollave, janë më të rrezikuar, po jo edhe ata me moshë më të shtyer, po drogat e cilat janë më të përmendura dhe më së shpeshti që ne ballafaqohemi me të, janë drogat si marijuana, kokain, heroin dhe drogat tjera. Fëmijët deri në 18 vjeç. Po, fëmijët deri në 18 vjeç. Dhe kjo është e keqe e madhe. Çfarë po bën? Thatë që keni një zinxhir të bashkëpunimit edhe me policinë. Apo bëhet punë e madhe në teren për të ndalur, për të kapur autor, për të kapur shitësi, dilerët të cilët po ua qojnë edhe në shkolla për fatin tonë të keq, si që tamë, po ua dërgojnë me lehtësi e gjejmë kudo, për fat keq. Është e vërtet, bëhet një punë shumë e madhe. A funksionon ky zinxhiri apo vetëm në letra jemi në rregull? Jo, funksionon shumë, bëhet një punë shumë e madhe edhe nga hetuesit tonë të Kosovës. Punojnë shumë dhe bëjnë një punë të palodhshme. Janë domethënë të kohën teren, të kohën duke përcjell, të kohën domethënë duke kap ata dilera, siç themi ne, po domethënë ka as shumë raste dhe fatkeqësisht. Para pak ditësh e kishim një rast dhe më erdhi mirë, ndoshta do ditë të dëgjojmë të tilla raste që ka. As shumë polic kanë qenë domethënë duke punuar për atë rast. Edhe u kapën. Kështu duhet bërë, kështu funksionon, nëse duam të mbrojmë vendin tonë edhe sigurinë e fëmijëve tanë. Nëse diçka bëhet në këtë kohë, edhe që quhet humanitet, unë mendoj që është pikërisht e kjo çështja e mos infektimit me lëndë narkotike të rinjve tanë, mos infektimit të ca ardhme sonë, edhe kjo është tepër e rëndësishme. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në studio, patjetër diskutuam një çështje me shumë interes edhe një çështje frymëzuese edhe për tjerë që do të aplikojnë në Fulbright. E patëm edhe shembullin që na e dha Edona edhe për këtë praktikë të bukur që kam fituar. Faleminderit edhe një herë, pra veç dashta me cek që programi do t'jetë i hapur deri me 20 korrekt. Për gjitha pyetjet mundeni me u drejtu kush është i interesuar normalisht në info@uskep.com apo të gjitha email-at janë edhe në ato në shpallje, do të thotë që janë të hapura si në webfaqen e ambasadës, ashtu edhe në webfaqen e USKEP-it. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Nora, faleminderit shumë Edona. Ju uroj çdo të mirë. Puna shumë e ndihshme, por kontributi shumë i madh. Kjo është më e rëndësishme. Faleminderit Nora, faleminderit shumë.